Zvicra ka qenë ndër vendet e para që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në këtë rast, a do të ketë ndonjë përpjekje të re nga ana e Zvicrës që të ndihmojë Kosovës në antarësimin e organizatat ndërkombëtare, në këtë rast në Këshillin e Evropës, duke marrë parasysh që edhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës është bashkombasiu e i prashme për ardhi nga Zvicra. Unë nuk e di se fakti që zoti Besi është Zvicra, nuk e di se luan rol, kemi një organizacion që duhet ta përfaqësojë mirë, po Zvicra në përgjithësi Kosovën e ka mbështetur gjithmonë në organizatat multilaterale dhe po ashtu do kisha thënë edhe gjatë përgatitjes të rrugtimit në këto organizata në bashkëpunimin drejt demokracisë dhe sundimit të drejtësisë, kemi dhënë mbështetje edhe gjatë zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Edhe unë më herët thash që edhe Zvicra mbështet që shtetet e Ballkanit Perëndimor të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian. Nuk është çështje jona, faktikisht është çështje e politikës së brendshme të këtyre shteteve. Do më thënë janë shtete që sjellin në mënyrë sovrane vendimet e tyre, mirë, po unë mendoj që ky zhvillim e mbështet edhe stabilitetin në rajon.